Turizmi në Shqipëri po ndryshon profil, rritet ndjeshëm interesi nga Franca, Gjermania dhe Shtetet e Bashkuara, sipas faqes së njohur Travel and Tour World. Turizmi në Shqipëri po hyn në një fazë të rezhvillimi me një ndryshim të dukshëm të strukturës së vizitorëve të huaj dhe një rritje të fortë të interesit nga Franca, Gjermania dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo prirje evidentohet në një analizë të publikuar nga portali ndërkombëtar Travel and Tour World, i cili thekson se vendi po fiton gjithnjë më shumë vëmendje në tregjet turistike perëndimore. Sipas raportimit, donse Kosova dhe Italia vijojnë të jenë burimet kryesore të turistëve për Shqipërinë, ritmet më të shpejta të rritjes po regjistrohen nga tregje më të largëta dhe me fuqi më të madhe blerëse. Turistët nga Gjermania dhe Franca po shfaqen interes në rritje për destinacione kulturore, natyrore dhe bregdetare, ndërsa vizitorët amerikanë po e shohin Shqipërinë si një destinacion të ri ende të pa eksploruar plotësisht në mesdhe. Një vëmendje e veçantë po i kushtohet Bregdetit shqiptar, veçanërisht Rivierës së Jugut, ku zonat si Vlora, Imara, Dërmiu dhe Saranda po tërheqin gjithnjë më shumë turistë huaj gjatë sezonit veror. Artikulli vëren se rritja e fluksit po shoqërohet dhe me shtim të kërkesës për struktura akomoduese cilësore dhe shërbime turistike më të standardizuara.